Dy senator të lartë në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Washingtoni të armatos Ukrainën në luftën e saj kundër separatistëve pro-rus dhe forcave ruse në pjesën lindore të Ukrainës. Senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey dhe kryesues i Komitetit të Senatit për raporte të jashtme, i tha rjetit CNN se Ukrainës i duhen armë për ta luftuar atë që ai e quajti pushtim rus. Nga ana tjetër, senatori John McCain, republikan nga Arizona, gjatë një interviste në rjetin CBS, ka thënë se ky nuk është inkursion, ky është pushtim dhe është shprehur në favor të armatimit të ukrainasve për ta mbrojtur vetveten. Administrata e presidentit Barack Obama refuzon që aktivitetin e Rusisë në Ukrainë ta quajmë pushtim. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se nuk do të ketë ndërhyrje ushtarake ruse në Ukrainë. Sipas tij, në bisedimet e sotme në Minsk për krizën në Ukrainë, duhet të synohet një armë pushimi menjëhershëm. Këto komente u bën para mbledhjes së grupit të kontaktit për Ukrainën në Minsk të Bielorusisë, në të cilën sipas agjencisë ruse i Tartas do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e të ashtu quajturës Republikë Popullore e Donetskut. Grupi i kontaktit për Ukrainën përbëhet nga përfaqësuesit e Rusisë, Ukrainës dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.